Kam qenë moshën 19 vjeçare në atë kohë. Me 20 shtator 97-ën e kom godit një kert policisë. Unë në ato momente nuk e di as vetë ç'është më ka dhoni, kam pas dur të lidh dhe isha në karrikat e mrama të kerrit edhe kom dalë edhe jam ik. Edhe mi kanë kput ato lesica që i kisha në dorë ata pranga, se di as vetë një gurit bunarit me sakicë të zlica, se di me domjet e pune. Kam qenë moshën 19 vjeçare në atë kohë. Po në mënyra pse kanë ardhur ata në mënyrë të organizuar aq fort, kanë ardhur se në shtator, me 20 shtator 97-ën e kom godit një kert policisë. Ka tentu me mnalë, ku ditë votimin atë kohë, nuk e di për diçka zgjedhjet të asaj kohe. Edhe tash, siç e dini edhe ju, policia gjithmonë e kanë pas një ekip e tyre 3-4, kanë bo patrolla në për fshatra, edhe ata kishin qenë në qendër fshatit Tisni, që unë edhe kalova për skaj tyre, ata tentun me mnal, isha me një traktor pune kështu. Edhe tentun me mnalu në Sunala, ndalova edhe eca në drejtim të shtëpisë, lagjes, tash qendra i Sniqit është lagja e parë është lagja Ozdautaj, Haklaj, tani jemi në Tahir Sylaj. Edhe une veç vazhdova ata mu vun mas. Po tash, ata vishin mas meje edhe sfiratshin, po unë nuk ja vlshejsha rrugën. Po tash, kur kemi shku të lagja Haklaj, janë 2 rrugë, lagja Haklaj edhe lagja rruga për lagja Tahir Sylaj. Edhe ka qenë një bander, sa më kujtohet mu, A. Edhe ata kanë hinë nën pjesën e banderit me më kalu mu edhe me më dalë për para. Unë s'kom prit, kom godit kerrin e policisë në mes. Po, unë i bri me tyne, po ata iken, me një fjalë dulen, kalun edhe miken 50 metra para traktorit. Unë isha edhe atë ditë isha me njënin për i vllazni Ylberin, në moshë 16 vjeçare, sa më kujtohet, edhe isha me një shok të Ozdautëve, një farë afrim Ozdautaj, edhe aty do më thonë filloj gjithçka. Edhe unë ika për atë moment, po tani tu mundu me i pështu këta në zunë. Ma qëtën rrethin edhe në zunë, se nuk më e shisha tamon se i arrestun, 2 i ledhen edhe i shtin makinë, po një kish pa nejt në makinë, e këta 2 tjerë nuk i shisha mirë, e më njoni më dulën pjesën ka hina unë, po tjetëri që më kish dalë në pjesën tjetër në balë, nuk e shisha. Edhe unë tani tu i ka nena, kceva për një kulmit, rash, bukur si poshtë, edhe domtova themrën. Edhe pashqës që më ka muj me nga mo, dhe kur kam dalë një bashqë, aty tani jam taku një polic të asaj kohe, edhe jemi përlesh që ashtu, a i ka njës me bërtit, edhe ka thirë një ndime, edhe më ka ardha i pimasit, edhe kanë arrestu, minutën kërë më kanë arrestu mu, toni kanë fillu njerëzit, kish pa shku dikush aty i fshatit edhe shku të shtëpia shpejt, mulle thot familjes thot se vranë për mu në aserin. Edhe Arbeni pa një, pa 2 tenton me marrë armë, po Migja Arifja i vjen me njëherë para Arbenit, edhe mu më shtin makinë, i lshun vllaun edhe atë shokin, po fillun mu ngarru qytetarët aty, fshatarët e mi edhe qashtu, tu prit që çka po ndodh me mu, ata vetëm kishin lajmëru në policinë dhe qanë që me ardhë një ndim, po fati janë që para se me ardhë ndima, erdhë Migja, qashtu me fjalë me ta, kur e shof Arbeni me njëherë ka fillu në përleshje me një polic aty, edhe ata tentun me marrë edhe Arbenin, po aty të një hinë qytetarët mes, nej Arbeni ish hala pa i mu 18 vjetë në atë kohë. Se të një Arbeni në janari ka bo 18, po në shtatori ish hala pa i bo 18 vjetë, ku të një me marrë këtë fmi. Edhe qashtu, unë në ato momente nuk e di as vetë qësh mu ka dhoni, kom pas dur të lidh, edhe isha në karrikat e mrama të kerrit, edhe kom dalë edhe jam ik. Kam ik, se di as vetë si kom kësy disa tela, edhe kom dalë, kom hi një familje të aty të fshatit Ozdautaj. Edhe aty ka dalë dikush edhe
tamon as një minutë, s'ma mërmenja ku kanë ardhë Arbeni me disa shok aty. Edhe mi kanë këput ato lesica, që i kisha në dorë ata pranga, se di as vetë një gurit bunarit me sakit të zlica, se di me do mjetë e pune, po na ikem tani, se kem atë lumin lumardhi, nuk e kemi lërgë për i lagjes, edhe dishim terenin, thamë po dalim atje ka lumi edhe ikim roncit lumit edhe dalim dikune për pjesë të fshatit poshtës se bujmë diçka, edhe tash momentin kër jemi ikina, ata e ndalë pak edhe pi kontrole edhe ma arrestojnë mizën, Arifin, edhe e majnë në atë kohë, diku ka afer një muj burg, edhe e dëmtojnë fizikisht fort. Edhe unë e ika atë natë, një familje në Sofshala, i fshatit tanë, najtë atë natë në familjen e tina, të nestrit, jam shku, e kemi një pash është Hoxhi Carabregit, edhe ajo ardhë ka hetu se ku jemi edhe në ka ardhë, në ka marë, e në ka qunë familjen e Hyse Gecit, edhe qa është Gecit të Luks, të pash në komunës Deçanit, aty kemi najtë diku një javë, edhe tani kemi shku deri me, sa më kujtohet, diku ka fundi dhetorit, për me prit vitin e ri, dhe më thonë, kemi najtë të familja e Recep Gashit Bërliqit. Kemi najtë diku prej fundit shtatorit e deri ka fundi dhetorit. Në fund dhetorit kemi këthy ka shpia dhe qatë për ju sa kom najtë ka shpia, oshtarë dhe më thonë, si pas dyshimet mija, kanë marrë vesh se jemi ka shpia edhe na veç ishim të armatosun, kisha armë edhe të ajo familja Recep Gashit, po gjatë periudhës kur u anca vetëm me armë dore, me një revolje, një kalashnikov, kisha edhe granata dore, kisha edhe disa armë tjera, po i kisha në atë familjen e ati mik, e kemi edhe mik shpije, po tash unë e thiri edhe daj, se është daj i djemve taj, se unë tash e thiri edhe daje, tani aty ka fillu gjithë shka prej atyhet. A i frymëzimi, e toni edhe a i nati me ndaj tyne, edhe jemi ardhë deri të problemi i janarit.